Selamu alaikum, të dashur shikuese, dëgjues të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Drita e së vërtetës. Përshëndetje keni nga studio qendrore në Prishtinë e radio televizionit Pendimi. Përshëndetje keni edhe nga unë drejtuesi i programit Afni Logici, që do të jem së bashku edhe sonte me hoxhën tonë të nderuar Ulla Fadil Musliun. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, faleminderit, Allah shpëlbeft. Allah shpëlbeft edhe juve për pjesëmarrjen edhe këtë javë. Të dashur shikues, duke e pas parasysh që jemi në vazhdën e muajve, ose muajin e shenjtë të paraprakisht afër muajit e Ramazan, muajit të bekuar. Sonte si temë trajtimi do të jetë dobit e Isras dhe Mirajit, temë që do ta trajtoj Hoxh Fadil Musliu në pjesën e parë të programit, për të kaluar më pas në pjesën e dytë me pyetjet dhe përgjigjet e juaja që do të i drejtoni në transmetimin e sonshëm të drejtë për drejtë në radio televizionin Pendimi. Pra, pa humbur kohë, e kaloj me njerë fjalën tek Hoxh Fadil Musliu për të nisur pjesën e parë të ligjerimit për sot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Fillimisht Allahun Taala falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot jemi në përmbyllje të muajit të shenjtë, muajit Rexheb. Dhe prej nesër po startojmë inshallah taala në një muaj tjetër në kalendarin hënor apo në kalendarin hijrik sipas hijretit, që është muaji Shaban. Që do të thotë se po na mbetet edhe një muaj deri në muajin e bekuar, në muajin Ramazan. Dietarët islam përpara kanë thënë se Rexhebi është muaji i mbjelljes, domethënë ky muaj që po lëm pas, ky ka qenë muaji i shenjtë. Dhe kanë thënë ky muaj Rexheb është muaji i mbjelljes, ndërsa Shabani, ky muaj që po hyj prej nesër, është muaji i ujitjes, ndërsa Ramazani është muaj i korrjes. Ramazani është muaj i korrjes. Kështu që kush don me korr bereqetin edhe me gjetë bereqet, duhet me mbjell edhe me ujit mirë, edhe me mbikëqyr mirë, me kujdes mirë, e pastaj çka i pret rezultatet të cilat i jepin ato që kemi mbjell, apo i pret rendimentet e kënaqshme. Mirë po, ajo që shënon fundin e muajit Rexheb, edhe që është shpjegu kogja shumë këto ditë edhe këto net në për xhamia, në për tribuna, në për debata, apo në për biseda, qofshin ato familjare, fëqinjësore, kolegiale, është një natë e veçantë, që në të ka ndodhur një ndodhi që kur më përpara as se ka përmend kush, as se ka imagjinue, edhe më kur nuk do të mund ndodh një ndodhi e ngjajshme deri në ditën e gjykimit. Pra, një ndodhi një ngjarje që i ka ndodhur një njeriu të veçantë, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe tash sigurisht jo një emision, po me 10 emisione nuk na mundsojnë neve me konsumu sa dohet temën e Isras dhe Mirajit. Edhe thonë drejtën as që më intereson në kështu historike, kur ndodhi, çka boni kështu, me shpjegu se kjo është çështje e lehtë. Kjo është çështje e lehtë që çdo njeri që sa do pak lexon edhe dëgjon derisa arrin ata me ditë. Mirë po ajo që mua duket shumë interesante dhe sonte jemi i përqendruar apo i fokusuar të flas është dobit. Çfarë dobish, çfarë mësimesh, çka përfitojmë nga nata e Isras dhe Mirajit? Sonë besoj se çdo njeri për besimtarë muslimanë me përjashtim të atyre që janë fillestar, çdo njeri din që Isra e Miraxhi është udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam prej çka? Prej Mesjidul Haramit, Qabës, në Mesjidul Aqsa.
pra bartja e pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Qabës në xhamin El Aqsa që është në Quds, kjo quhet Isra. Pra edhe njëherë, Israja është bartja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mesjidul Haramit, pra prej Qabës, xhamisë së shenjtë, ila el Mesjidil Aqsa deri në xhamin El Aqsa, që është në Quds. Edhe deri këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bart një kafsh që quhet Borak. Kur ka ardhur këtu pastaj është bë çka ngritja prej Kudsit, prej Mesjidul Aqsas, deri mbi qiellin e 7 kur u taku me Allahun te bareke wa taala. Dhe kjo ngritja prej Mesjidul Aqsas, prej Kudsit, deri mbi qiellin e 7 tek Allahu kjo quhet Mi'raj. Pra kjo quhet Mi'raj. Dhe kjo ngritje ka qenë në shoqërinë e kujt? Në shoqërinë e Xhibrilit alayhi salam. Pra Xhibrili alayhi salam çka e mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ta shkoi deri lart, e kur shkoi tek qielli i 7 e la të lirë, pastaj edhe Xhibrili më nuk shkoi matutje, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u taku me Allahun Dhul Jalal, bisedoi me të, mirë po e ka po Allahun, jo nuk e ka po. Nuk e ka po, ka shku deri te Sidratul Muntaha, pastaj aty ju mundsu me po xhenetin edhe xhenemin, mi po banorët e xhenetit edhe xhenemit e kështu me radhë. Edhe ka shku aty në çdo qiell takumen nga një pejgamber. Mirë po, ajo që është interesant për me ditë ne, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të udhëtonte, para se të nisej në udhëtim, erdhen melekët, ja hapën gjoksin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja pastruan me ujë Zemzem. Kishin pas një en, aty kishin pas ujë Zemzem, ja pastruan zemrën me ujë Zemzem, edhe kishin pas një en të mbushur me iman edhe me urtësi. Iman edhe urtësi. Do me thonë me besim edhe me urtësi. Çka do të thotë kjo? Ja pastruan zemrën me ujë Zemzem, ja mbushën me iman me besim të plot edhe urtësi që arabisht quhet hikme. El hikmetu do me thonë urtësi, që është shkallë me nalt se sa dituria, mençuria. Njeriu mund të qenë i ditun, i mençëm, po kur s'është i urtë, kur nuk është urtak, mund të me bëj gabime të mëdha. Po e zam, më shpelidi pak me temën, shkencëtarët, këta që janë bë shkaktar për me zbulue këto armët e shkatrimit masiv, këto armët nukleare, bombat atomike. A më nëshmi thonë që nuk janë të mençëm? Të mençëm janë. Mirë pa janë turët? Jo. Pse? Se kur se kësha pranue. Me danë publik edhe me zbulue një bombë atomike që shkatron jo shtete, po kontinente. Që lën pasoja jo afat shkurtra, po afat gjata. Sepse këtë e dimna, kur në Hiroshim edhe Nagasaki në luftën e 2 botërore, është hull kush bomba atomike, po që s'ka qenë me përmosat shkatërimit masiv që shenë këto tash, se këto janë më të avancume, më të sofistikume. Dhe çka sot asaj dite, atje do me thonë, lindi njerëz me pasoja. Ose që ka do një aksident atje në vitet e 80-ta, kur kemi qenë në fëmijë, në Çernobil, në Rusi. Atje do me thonë, nuk është sulmu, po atje ka pas një çare apo një eksplodim, edhe prej asaj që ka ndodhë, do me thonë, pasojat së dhe asaj dite i bartin Republikat Sovjetike. Ende aty në perimetër rreth Çernobilit edhe në largësi, ko gjatë mëdhaja, ende njerëzit kanë pasoja, ende lindjet nuk janë në rregull, ende fëmijët e përsa lindur kanë të meta. Kanë ende të meta. Që do të thotë, njeriu mund të me ditë me bo diçka. Mirë po nuk është i urtë me ditë a do të me bo, as do të me bo. Jo gjastan që mund është ti me bo, do të me bo. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju mosh çka zemra me iman, me besim edhe me urtësi. Çka përfitojmë nga kjo? Çfarë dobi e kemi na nga kjo? Që po na lidhet neve kjo? Neve s'kom na uçel zemra,
as ka më na vështi urtësia, as imani, as ka më na pastrua. Po ka dobi shumë, ka mësime shumë këto. Çfarë përfitojmë, çfarë dobi kemi? Dobia e parë është që çdo njeri besimtar musliman që pretendon me u ngrit shkallë larta të devotshmërisë. Çdo njeri besimtar musliman që pretendon me u afru kujt, Allahu te bareke ve taala shka do të më pastru zemrën. Pse? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai afru Allahut, po, pa u ngrit tek Allahu, po. Çka puna e parë, çka bën? Ai rregulloi rrobat, ai rregulloi mjekrën, ai rregulloi flokët, apo thënjt, apo diçka tjetër. Zemrën e pastroi. Pra ju pastru zemrën. Pra nga këtu del mesazhi i qartë, mësimi i parë që për çdo njerin që dëshiron ngritje tek Allahu, për çdo njerin që dëshiron të afrohet tek Allahu te bareke ve taala, ai duhet ta pastroj zemrën e tij. Shumë normale tash është me ushtru pyetja prej teje ose prej dikujt tjetër, ç'është me pastru zemrën. Letë është. Kjo zemra jon është e papastër. Ka papastërti ka pak. Ka disa mbeturina. Ka disa smundje që nuk e lën ato të qetë, që nuk është shëndosh. Edhe e bujnë të papastër. Cilat, për shembull, xhelozia. Është mbeturinë, është papastërti në zemër, është smundje e zemrës. Kibri, mendjemallësia, është smundje e zemrës. Urrejtja është smundje e zemrës. Tjetër, hipokrizia, që i themi në gjuhë popullore munafiklaku. Që i themi munafik, dikujt, domethënë hipokrit, është smundje e zemrës. Të gjitha këto, edhe të tjera, që aty mund me hi edhe smira, aty mund me hi edhe vetë pëlqimi, që dikush e pëlqen veten një farforme, nuk shef dikën më të mirë se veten, apo në zhargonin popullor që thonë ishi dashuruan vetveten. Po, gjitha këto janë çka? Ato që e bojnë zemrën e besimtarit papastër. Çka gjitha janë këto shenja se zemra e besimtarit është e sëmurë. Zemra e besimtarit është e sëmurë. Andaj çka duhet besimtari? Besimtari duhet punoj shumë për përmirësimin e zemrës dhe ta pasuroj atë apo ta freskoj atë me adhurimet e zemrës. Me adhurimet e zemrës. E cilat janë adhurimet e zemrës? E para prej tyre është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dashuria ndaj Allahut të lartmadhëruar. Pra me dashëm. E dyta, shpresa në Allahun e madhëruar. Kur krejt të lanë, kur krejt rrugë mbyllen, kur kije vështërsi, kur ke sprova, kije fatkeqësi, kije varfri, kije krizë shëndetësore, të kanë lënë më të afrit, të kanë lënë më të dashurit, ti nuk i shën durt edhe me thonë në s'po di veç me myt veten se s'kam çka bëj. Po qysh, po bashkë tash ti bile mirë. Pse? Ata jo të mirët që të lënë ty, ata të kanë larguar. Edhe jam kanë me të mirin, e të mirë me Allahun te bareke ve taala. Edhe çka? Me pas pra shpresë në Allahun. Kjo është prej adhurimeve të zemrës. E treta, me pas frikë prej Allahut te bareke ve taala. Frikë e cila çka? Të afron tek Allahu, jo frikë e cila të largon prej Allahut. Po, që do të thotë, kjo frikë të afron tek Allahu te bareke ve taala, sepse për shkak se ke frikë Allahut nuk i bën haramet e mëdha. Çdo haram që e lën, ki mundësi me bëu dhe nuk e bën, e lën çka Allahu don edhe ta afron për vetes. Pra, me rëndësi me kuptue, frika prej krijesave të largon prej tyre. Frika prej krijuesit të afron te krijuesi. Pra, frika nga krijesat të largon prej krijesa, ik prej tyre. Ndërsa frika nga krijuesi të afron te krijuesi, të afron edhe të ngrit tek Allahu te bareke ve taala. Tjetër prej adhurimeve të zemrës që freskojnë zemrën është mbështetja e palkundshme në Allahun te bareke ve taala. Andaj ne si besimtar musliman do çdo ditë të investojmë në çka? Në rregullimin, në përmirësimin, në shërimin e zemrave tona. Çdo ditë do ta bëjmë këtë. Pra duhet kemi kujdes se me çfarë zemre po i dalim përpara Allahut te bareke ve taala. Me çfarë zemre po e takojmë Allahun, sepse sigurisht njeriu më i falimentuar është ai i cili paraqitet tek Allahu Teala me zemër çka të smur,
me zemër të smur. Ndërsa ajo ditë që përshkon Allahu Teala është ditë e çuditshme sepse nuk të bën dobi asgjë. Allahu thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Pra atë ditë nuk të bën dobi as malli, pasuria, e as evladet, e as fëmijët. Përveç atij I cili vjen tek Allahu te bareke ve taala me zemër të shëndosh. Përveç atij I cili vjen tek Allahu me zemër të pastër. Andaj, po e përmbylli këto dobinë e parë apo mësimin e parë që marrim nga Isra Miraxhi, po e përmbylli me një fjalë shumë të shkurtër që është se kushdo që synon, që dëshiron t'i përmirësoj veprat e tij, fjalët e tij, sjelljet e tij, me domos patjetër është fillimisht ta përmirësoj zemrën e tij, ta pastroj zemrën. Sepse zemra është vend prej ku burojnë të gjitha të mirat, edhe zemra është vend ku burojnë prej saj të gjitha të këqijat runasat. Dhe Allahu Teala, kur e shikon robin e tij, e shikon fytyrën, kamën, dorën, trup, e shikon në zemrën e tij. Nëse e ka zemrën e mirë, ose në të ka të mira, Allah jep udhëzimin, jep imanin, jep islamin. Nëse zemra e tij nuk ka rregull, është e smur apo nuk është e shëndosh, Allah nuk jep ato dhuratat, siç është imani, islami, siç është mundësia për punë të mira me të cilat afrohet tek Allahu te bareke ve taala. Dobia e dytë nga ky udhtim I papërsëritshëm është që besimtari të jetë dorimtar, të jetë I qëndrueshëm dhe ta ketë të qartë se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Kjo bazohet në fjalët e Allahut te bareke ve taala: "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra, që do të thotë vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi, ose pas vështirësive vjen lehtësimi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë këto që ishte I durueshëm, që ishte I qëndrueshëm, që ishte I palkundur, e marrëm sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë në për sprova të shumta në Mekë. Ka lënë për sprova të shumta në Mekë. Ndërto para Isras edhe Miraxhit ishte vdekja e gruas e tij, që është mërzitë dhe ka qajtë për të Khadijës, radhiyallahu anha. Kur njëri gjallë si ka besue, I ka besue para. Khadija ka qenë gruaja më autoritative në Mekë, më autoritative, më inteligjente, ka qenë edhe prej grave më të pasura. Sikur të na ngjishta dorës janë një 4-5 në Kosovë, ajo ka qenë domosdoshmë prej atyne të dallumve që kanë autoritet në pozitë edhe në pasuri. Po, ka qenë atë klasën e lartë, elitë që shuhet, dhe ka qenë edhe e bukur. Për ata, ajo është njeriu I parë që I ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe çka e ka motivue, e ka nxit me punu dhe ka thonë del thirrë njerëz në fesë, unë e mbrapa te. E ka përkrah moralisht mas pari, që kjo shumë e rëndësi, bile kjo më me rëndësi se sa materialisht. Pastaj e ka përkrah çka edhe materialisht. Dhe I vdiq ajo. Pastaj vdiq axha I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibi, I cili ishte krah jashtë shtëpisë krah I djathtë I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kishte dalë para çabës, para masës së madhe, kishte thonë: kush e prek nipin tim Muhammedin, më ka prek mua. Kush ka punë me ta, ka me mua, kur ka thonë kështu, këtë janë friksuar të kry muhabetit tash. Edhe për çudi, e ka përkrah natën edhe ditën, edhe ka bo më të mirën e mundshme që mund ta bën axha për nipin e tij, ama në fund ka shku si jo besimtar. Ka vdek si jo besimtar. Po ashtu, para Isras Miraxhit ndodhi dhe një ngjarje e rëndësishme ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi jashtë Mekës, dikon 3-4 kilometra në Taif, me thirr popullin Taifit në Islam, sepse asnjë nuk ishte besimtar. Ata jo që se pranun Islamin, e as që dolën me fol me ta, po prej urrejtjes, prej smirës,
prej xhelozisë të madhe që kishin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i qitën fëmijët edhe gratë me gjujt, me shah, me nënçmu, me ofendu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa çka edhe e përgjakën pejgamberin alayhi salatu wassalam. E ky pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas let, jo, nuk e ka pas let. Pse? Se tash këta kokat e jo besimtarëve, kokat e idhujtarëve, u tallshin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe theshin: "O Muhammed, ku i ki Zotin? Gruaja të shkaj, jemi të pa grua. Axha shkaj që të ka mbrojt, kush ka me të mbrojt? Popullit e ivit për zënën, për gjakën, s'për prana kërkush, jemi të shtu i vetëmun." U knaqshin këta shpirtëzinjet, këta që kishin zemrat e prishta. Edhe kur ishte në qëtë fazë duke kaluar një farë sprove, kjo ishte i bindun që pas vështërsive vjen lehtësimi. Edhe çka pas tyre ngjarjeve erdhi kush udhëtimi, Israja edhe Miraxhi, ku Allahu subhanahu wa taala solli lehtësim pas vështërsisë që përmendëm në dy ajetet e mëparshme të surës Ash-Sharh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thonë: "Len yaglib al-usr yusrain." Që do me thonë, kur e komenton këtë fjalë të Allahut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ka thonë nuk ka mundësi që një vështërsi me imposht dy lehtësime, sepse fjala el usr ka ardhur në trajten e shuar që nënkupton një vështërsi të caktuar që përballohet. Ndërsa yusr ka ardhur në formën apo në trajten e pashuar, e nekire, që nënkupton diçka të hapur, diçka të fortë apo diçka të madhe. Kështu që ajo që është e mbyllur, ajo që është më e vogël, nuk mundet me kalu ato që është e hapur apo ato që është më e madhe. Dobia e tretë që e marrim, apo përfitimi i tretë apo mësimi i tretë që marrim nga Isra e Miraxhi, është rëndësia e Mesjidul Aqsas, rëndësia e Qudsit, Beitul Maqdis, sepse nga aty, nga Qudsi, nga Mesjidul Aqsaja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngrit mbi qiellin e 7 dhe është bërë Qudsi vend për ngritjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është bërë Qudsi vend për kthimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj është një vend i bekuar që tash është një vend ku aty ushtrohet dhuna, terrori i papam ndonjëherë në historinë bashkëkohore, edhe gjithë i dim ato ngjarjet e Gazas, edhe tash se si maltretohen muslimanët në Quds, edhe se si trajtohet xhamia e Shej, xhamia El Aqsa. Andaj çfarë duhet bërë? Nuk kemi çfarë të bëjmë përveç se lutim Allahun te bareke ve taala që të ruan atë vend të bekuar dhe të ruan muslimanët nga të këqinjet dhe keqbërësit, nga ata të cilët nuk po zgjedhin jetë, nuk po zgjedhin mënyra, nuk po zgjedhin kohë vetëm e vetëm që t'i gjunjëzojnë, që t'i robrojnë, që t'i sklavrojnë, e thonë të drejtën dhe që t'i likuidojnë fizikisht, t'i hiekun krejt prej toke muslimanët e atyre vendeve të bekuara. Dobia tjetër është takimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dalja imam, takimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me pejgamberët e tjerë dhe dalja imam para tyre. Çka do të thotë tu flitet qartë se ata pejgamberët e kanë pranuar Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për pejgamber dhe tregon qartë se ata ishin çka një trup në thirrjen rrugën e Allahut. Të gjithë thirrën çka? Në la ilaha illa Allah. Gjithë pejgamberët. Dhe aty ishin 124.000 dhe më shumë pejgamber. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë informuar për 124.000 pejgamber. Po Allahu Teala i ka thonë për disa të kemi treguar ty, o Muhammed është fjala, e për disa nuk të kemi treguar. E ata që i ka ditë pejgamberi, edhe ata që i ka ditë krejtën takue aty në Mesjidul Aqsa, aty në Quds, edhe çka përfitojmë nga kjo? Përfitojmë se pejgamberët, edhe pse janë të shumët,
kanë thirrë në një fe. Pejgamberët kanë pas një fe, ndërsa kanë pas çka? Shariate, ligje të ndryshme. Ligjet që kanë qenë në kohën e Nuhit nuk kanë qenë valide në kohën e Musaut, apo në kohën e Isaut, apo në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ligjet që ka pas Ibrahimi alayhi salatu wasalam kanë qenë të ndryshme me ato që kanë qenë te Musa, apo te Jusufi, apo te Jakubi, apo te ai tjetri. Dhe dale imam është interesant se gjithë ata pejgamber, për shembull, kur të këshësh numrin, pastaj në mesin e tyre stërgjyshi i lartë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se stërgjyshi 40 i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Ibrahimi alayhi salam. Tash kështu logjikisht po flas. Kush do të më dalë imamat? Po Ibrahimi do të më dalë. Po ti je 40 gjenerata mbrapa. Ose edhe më logjikisht Ademi alayhi salam. Ose ata edhe më përpara që kanë qenë. Aty ka qenë edhe Musa alayhi salam, që ka folë shumë me Zotin, edhe aty ka qenë Isa alayhi salam, që ka lind me nan e pa bab, e pejgamber të tjerë, por të gjithë çka kanë bo me shejka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ka dalë imam i kujt imam i të gjithë pejgamberve. Kjo do të thotë që ne do të me kuptu se nuk i kemi 10 fe, apo 10 besime, apo Zot, apo të që. Kemi 20, kemi një fe, dhe tash ne, prej kohës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kemi edhe një shariat, një ligj. Ato që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dobia e pestë është oferta e Xhibrilit alayhis salam që ja ka bo pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çfarë oferte i ka bo? Xhibrili e kishte një enë me qumsht dhe një enë me venë. Dhe ja ofroi ato me qumsht, pastaj ja ofroi ato me venë. Dhe i tha, merr Muhammed ti. Cilën e mori Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ajo vena nuk ishte dese. Venë jo dese. Sikur vena e xhenetit, a ka venë? Po ka, ama nuk ka dese. S'ka elemente dejes. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mori kan. E mori qumshtin. Të dyja halal i ka pas. Edhe sigurisht këto ka dobi. E kur e mori, Xhibrili u knaç edhe i tha laqad ikhtartal fitra. Tha zgjodh ato që është e natyrshme. Ato që është e natyrshme. Ato që është e përshtatshme për çdo kohë, çdo vend, çdo gjenerat. Pse? Çka ka dallim vena prej qumshtit? Po vena a ndryshon? Po. Për shembull, fillim me kish çka? Arrosh. Tanaj rritet e vjel ata. Tanaj dohet me shtype, tanaj më bo ujë, ku dinë ai fermentim atë çka botë, deri vjen në fund çka ajo vena e kusha çush është. E qumshti kur del prej gjiut të lopës ose të baktive të vogla, deleve apo prej deveve, a del qumsht? Po. A përpunohet? Jo, qumsht mbetet. Qumsht futet në frigorifer, qumsht del për frigoriferit, qumsht e marrën në gojë, e pime edhe çka është i natyrshëm, i pandryshueshëm. Çka përfitojmë nga kjo? Sa mos po na vjen neve vena dhe qumshti, mos po na vjen Xhibrili, jo. Po na përfitojmë që Islami është çka? Fe e natyrshmërisë, që i përshtatet natyrës së njerëzit. Pse s'është i pandryshueshëm Islami? Në ka ndryshim hiç. Çfarë Islam? Në kohë të pejgamberit, ai Islam në kohë të Abubekrit, të Omerit, të Uthmanit, të Aliut, në kohën aty në imamëve të njohur, siç ka qenë Imam Abu Hanifja, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmedi, e pastaj imamëve të tjerë dietarë, kështu me radhë, kështu aty në shkencëtarët që kanë bërë zbulime të mëdha, që ka pas shumë prej muslimanëve, me qindra prej tyre edhe sot. Shikoj tash çfarë teknologjie. Për shembull tash inteligjenca artificiale. Ajo gjithçka. Hamu Islami çaj. Nuk ka ndaj Islam tjetër që me thonë tash ti përshtatni pak inteligjencës artificiale, apo ti përshtatni tash zhvillimit të hapshëm, teknologjik pak, ta ndryshojmë pak. Ja s'ka. 5 kohë atëherë, 5 kohë tash, 5 kohë mas 5.000 vete, 5.000 viteve kështu me radhë. Një muj atë gjërëm atëherë, një muj mas 200 vete, 500 vete, 1000 vete, 1500 vete, qështu do tjetë deri në kiamet. Veç muj Ramazan obligim. Haxhin, tash ka ndryshuar bota, pse s'pe bojnë me botë dikon çtu ka Evropa haxhin ose
Se në Australi, në Kanada, në Amerika. A ka mundësi? Ja, s'ka mundësi. Hazi djetë ku është një vene ka. Zekatin tash janë bo milionera, multimilionera, miliardera njerëzit. Pse 1,40, pse veç 2,5%? Me rrit me bo 10, se përballojnë. Nuk mundesh as 0,001% nuk mundesh me ashtu. As me ahjek. Të më thonë, Islami natësh. Islami çka? Islami është i natyrshëm dhe kjo jetë me kuptua se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ftoi neve në fenë e natyrshmërisë njerëzore. Andaj nuk ka asgjë në fenë islamit që bie ndesh me çka me natyrën e pastër të njerëzimit. Pra çdo gjë është e përshtatshme. Qysh bën këtë kohë tash ajo para 1500 vite ndër është tash. Po qysh nuk është e përshtatshme kur Allah e ka ditë çka na duhet neve tash. Allah thot ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e dinë që ka kriju, çka do të më kriju, çka do të më bëjë. Kur ai është çka i njohur në detaje. Allahu në detaje i din gjanat, i din kohët, i din njerëzit. Andaj përzgjedhja e çumshit për anës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të thonë përzgjedhja e asaj që është e natyrshme, e pandryshuesme dhe kështu do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Tjetër dobia e radhës, dobia e 6 është që e nxirrim apo e marrim, përfitojmë nga Isra Miraxhi me zgjedhë shoqërinë e mirë. Nga ku del ky mësim, nga ku vjen ky përfitim apo kjo dobi, nga ku del? Po në këtë udhtim Allahu te bareke ve teala ja zgjodhi për shok pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kan Xhibrilin alayhis salam. Andaj Xhibrili dihet që është melek. Po melek ka shumë, edhe cilë do që kishë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishë bë më të mirën. Amo është krijesa më e pastër, krijesa më fisnike, krijesa më e ndershme. Ajo që është krijesa më e mirë, Allahu ja zgjodhi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ç'do të thotë ti? Këtu mundesh mi pas këtë të mirë në lagje apo në fshat apo në qytet. Amo ti ja këtë, po do të më zgjedh ata kokat e së mirës, ata që janë më të mirë, që më mirë është me i pas, dhe të shok të mirë, të devotshëm, që të afrojnë tek Allahu se mi pas 10.000 laramona që të hotojnë e që hezitojnë për punë të mira e që ndoshta bëhen shkaktar të largojnë për punë të mira. Tha dikush po në kështu rrim ata, ama kur vjen çështja e fesë ne kam qëndrimin tëm. Jo, o sheqer, ti mundesh me thonë kam qëndrimin, por kur çet aty në çaj tretesh, tu nejt e ke po tretesh. Se dikush mendon si ti ka do shokët, jo të mirë thot, ne pa ndryshueshëm. Jo, mare, ndryshan që ndryshan. Bile që shtet populli, tregam me kanë porrin, në tregoj ty çfarë djali je, çfarë burri je. Krima abeti. Kështu që do të më pas parasysh pra çka me përzgjedh shoqërinë e mirë, ashtu që Allahu Teala ja zgjodhi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kanë ja zgjodhi në këtë udhtim pa përsëritshëm Xhibrilin alayhis salam. E tash për shoqënisë kush është i pare apo kanë do të mas pare me pas kujdes, mas pare burra do të me pas kujdes kanë përzgjedhin grua. Pse? Se këtë e ka shok tjetës. S'ka me bon një udhtim deri në Mekën Medinë, apo deri në Paris, në Londër apo Bruxelles. Po udhtim është i gjatë, deri në botën tjetër. Pastaj vazhdon në mëshueshmëri atje në xhenet. Andaj burrat me pas kujdes çfarë gruaje po zgjedhin, jo të lifare, vetëm ato që është e devotshme. Gratë nuk i kanë qenë burra, një. Ajo është shoku i jetës. Ajo është udhëtari i jetës, me të e don gëzimin, me të e don mërzin, hidhrimin, me të e ndon shëndetin, me të e ndon smundjen, me të e ndon pasurinë, me të e ndon varfëninë, me të e ndon lindjen e fëmijëve apo dhe vdekjen e fëmijëve. Krejt i ndon autoritetin, pozitën, apo çka humbjen autoritetit apo të pozitës. Kështu që gruaja do të me pas kujdes çfarë burri po e merr. A është vështirë me zgjedh burrin e mirë? Nuk ka vështirë. Një kriter e ka, me qenë i devotshëm, musliman i devotshëm, kryet muhabeti. Dhe me pas kujdes, po ashtu do të edhe ne me pas kujdes se me kanë po shoqërohemi, sepse nuk është në rregull me shtin shtëpi të lifaniri. E me nejt me ty, me familjen tonë, me hangër me pi, masa ne me ndodhë çka po ndodhë të këqijat.
Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka ila taqi. Çdo të thotë mos u shoshë përveç se me besimtar, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Edhe ushqimin tënd mos ta han gjithkush. Veç kush? Veç ai që është i devotshëm. Se ke po dikush e merr dikon e çon shtëpi. Ka shok në shtot shpirtit e të zemrës, shok të jetës. Amo nuk ka konë bash i devotshëm ai. Edhe çka ka ndodhur tradhtia. Çka aferat ndryshme me gruan e shokut, apo me vajzën e shokut, apo me motrën e shokut. Kështu që mos është në shtëpi gjithkan. Tjetra, kur është në shtëpi Allah, e kanë vendin e vet burrat kur rrin, gratë e kanë vendin e vet, fëmijët e kanë vendin e vet. Kur ka qenë të ne muslimanët me ndëru musafirin me grua. Për me i bo ne respekt, ne që gruas pak, qka? Përdore pak makijazhin, parfymoso, ndraj robat pak, jo asit gjata, po ma të shkurta, se kanë me orë shokët, apo ka me orë shoko. Që jam konë me të studime, jam konë me të nështria, jam konë me të në haqja, jam konë me të nëmre. O, vjene shkon shoko, e zeshe gruan heq atë. As ka nevoj me pa. Se kur vëllaj ky popull, edhe nëse s'ka qenë besimtar i devotshëm, të paktën musafirin me grua nuk e ka nderua. Kjo është kulturë slave, kulturë të tjerëve, kulturë komunistave. Me nderu musafirët me grua, me vajze, me motre, me nana, me ato, me ato. Burrat nderohen me burra, gratë nderohen me çka? Me gra. Tjetër, prej dobive, vetëm kalimte, sepse kaloj 40 minuta sa shkun, dobia e shtatë është respektimi i rregullave që i ka vendosur Allahu te bareke ve taala. Edhe ato rregulla që i ka vendosur Allahu në tokë, do të me i respektue edhe ne. Qysh i ka respektue Gjibrili? Gjibrili, kur mori leje për me u hap qielli, a respektoj rregulla, as respektoj? Respektoj, se ka mujtë edhe mund gjitë, Allahu nuk e ndal, sepse çdo qiell ka çka rojet e veta. E Gjibrili kërkoi leje. Edhe rojet e qiellit të parë e pyetën, "Men, kush është?" Ai thonë, "Jam Gjibrili." "Kush është me ty?" "Muhamedi." E çelën portën e qiellit. Të me thonë me respektu rregullat. E jo me i thyje rregullat, apo me bo çka që po bojnë njerëzit çrregullime në tokë. Çrregullime po bojnë fesat. Allahu Teala po thotë, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni çrregullime në tokë, pasi që ne çka e kom rregullue. E kom rregullu tokën. Kështu që duhet pra çka me i respektue rregullat që i ka vendos Allahu te bareke ve taala. Tjetër, këtu kisha me shtu dhe pak, diçka që na lidhet shumë me përditshmërinë tonë. Njeri du të me respektu dhe rregullat e musafirit. Çka do të thotë kjo? Kur shkoj dikon musafir, do të më marr leje, me thirr në telefon, nëse ka, nëse s'ka shkon tek dera, e prek zile, nëse ka, nëse s'ka troket një herë, tak. Nuk ta hap, prit pak, 2 herë, ose zilen, pip, herën e dytë, s'ka. Herën e tretë, nuk të hap dera kthehesh, jo si dikush tash nervoz, e lën zilen tash, dikush edhe me komin pëshon. Çka ki më në vëlla? Po nashta s'po dëgjoj, po dëgjoj ti 3 herë trokite, 3 herë i rreth zilës. Ai tjetër zilja. Ky prej mrena, kush është? Ky prej jashtë. O ne. Ku po di nuk kush jete më ra. Po kush jete? Se e ke po dikush në telefon të thirr. Selam aleikum, si e hoxh, anek ne, shki familjen, xhamatin mirë. Si jeti vllai nderuar, mirë. Kush jeti ja, se kush është me mund telefon këtu? Hoxh, as po mja, ku me të njofto, me të pas s'po të shoh zonin, s'po ta mojnë merën e? A tha qy, kohë dhe zonin ma pas ka harru, po që punë e madhe, po ta ku harru në ashtë dhe ftyren krejt. Andaj çka? Të me pas kujdes, se pejgamberi na ka dhënë një mësim të madh këto. Se njëherë për herave Ibn Omeri, djali Omerit, radiallahu anhuma,
shkoj te pejgamberi, e kishte motrën e kishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkoj edhe po troket në derë. Tak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po pyet, kush? Men, kush është? Ai po thot, ana, unë jam. E pejgamberi po thot, edhe unë jam knina. Edhe unë jam knina, edhe mrana ana, edhe mrana unë. Domthon, unë jashtë, unë mrana. Tani tha, oj dërgumi Allah, u posqesh Ibn Omeri, tha, Ibn Omeri jam. Edhe ja qeli derë, tha tash, urna, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kallëza kushije. Mendohet të jenë telefon, gjysë natës, Allah ila po ma zonës, apo mje me, po gjëndëru ma përdin me kam po folë. Allah me një kryes njeri po flas po tyve, për hemës më kujtuat, as për di kush, as ku ta dione. Pra me respektue këto regula. Tjetër prej dobive është konsultimi dhe përfitimi nga dija dhe përvoja të tjerëve, e në veçanti me përfitu nga dija dhe përvoja të vjetërve. Se ata të vjetit ka një shkollë në veti që nëse kemi. Nuk është njëjtë me konsultu me një 30 vjeçar, sikur me një 40 vjeçar, 50 vjeçar, sikur me një 70 vjeçar. Se 80 vjeçar, ai sot gjatë në ratat, sa njerëz t'i ka përcjellë. Ka përcjellë shumë, ka përvojë shumë. I kam rri sistemet para lutjes dytë botore, pas lutjes dytë botore, demonstratat e 74-s, 81-s, 88-s, 89-s, 90-ën, pastaj 98-ën luta, 99-ën, pastaj liria, pastaj pavarësia, pastaj kjo, pastaj ajo. Njeri që ka nejt me shumë. 80-90 vjet ai ka shumë urtësi, ka shumë përvojë, ka shumë dije. Nga ku e nxirrim këto? Këto e nxirrim nga bashkëbisedimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka pas me pejgamberet. Në përçi, në çdo qiell, o taku me pejgamber. Në njërin prej qive, është taku me kan, në Musa alayhis salam. Edhe prej qiellit po del në shtatën që ka pas pejgamber. Me kan ka bisedu mas gjatë, mas shumti, me Musa alayhis salam. Për dy arsye. E para, për namaz. Kur Allahu Teala ja dha një dhurat të çmuar në rastin e këtij udhëtimi, të papërsëritshëm, ja dha sa namaze, ja dha 50 namaze. Edhe pejgamberi me knatësi, me zemërgjërsi, me dashuri të madhe i pranoi edhe po kthehet. E ndali Musa alayhis salam e pyeti Muhammed, çfarë dha Allahu për umetin? Tha 50 namaze, o Muhammed. Thëllë të tha ta paksa. Tha se unë jam kon të beni Israelit, të jehudit. Nuk e kanë zbatuar. E po më dhime në umetit. Kështu sa interesant kjo. Atëherë në qiell po fol për mua, për ty, për neve, umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka ditë që se falën shqiptarët namazin. E ka ditë që se falën arab këtë namazin. E ka ditë që këtë se falën namazin. E rëndë se falën këtë namazin. E bosnjak, e amerikant, e anglez, e ata. E ka ditë Musa alayhis salam. O shqetësue, o mërzit, se mos ngarkes për neve, ju kena dhim, ka pas dhëmshëri për neve. Deri çka? Deri sa Allahu e zbritin në 5. Dhe i tha o Muhammed, kjo është për umetin tënë 5 kohë. Në praktik, ndërsa kush i falë, tek unë regjistrohet që i ka falë 50. I ke falë 5 kohë sot po? 50 i ke tek Allahu te bareke ve taala. Edhe çka bisedoj kogja gjatë me Musa alayhis salam, edhe i mund mësime tjera. Pse? Sepse tash, mas Isras dhe Mirajit, është një ndalli shumë e rëndësishme. Cila është? Edhe që ka të bëjë me diçka që lidhet enkas me Musa alayhis salam. Sepse mas këtij udhëtimi, Allahu po përgatit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për çka? Për me lëshu vendin e dashur, vendin e bekuar Mekën e me shku në Medinë. Se është hijreti. Shpërngulja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me qef, jo me zër. E kanë dëbue. E pse çapo i lidhet Musa, pse s'ka fol me Isaun, me Ibrahimin, me Nuhin, me tjetrin. Sepse atje çka ka pas në Medinë? Jehudi ka pas. Bene Israel. E kanë pas ata pejgamber Musaun. E kush mas miri ka lëzën për jehudit, për hebrejt pejgamber sallallahu alajhi wasallam? Musa alayhis salam, për çfarë kanë biseduar. Edhe pastaj ka ndodh, mas u kthye kush ka ndodh hijreti, pra shpërngulja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Mekës në Medinë. Edhe dobia, jo e fundit se ka shumë, po përsonte, një prej dobive që alhamdulillah me ta shoqërohemi natën e ditën,
edhe që ka mbet obligim për neve është falja e 5 kohëve të namazit. Kanë thonë dietarët islam, aq farz i madh, aq i rëndësishëm, aq i vlefshëm, aq madhështor është namazi, sa që toka nuk e ka pranuar këtë mesazh, sepse mesazhi i fortë, i rëndë, po e ka zirë Zotin qilin e 7, atje me ia dhon obligimin. Këto tirat, këto për me i kry obligimet, për shembull zakati, haxhi, agjerimi, ajo, këto janë bu farz në tokë. Ndërsa namazi është bu farz, është bërë obligim ku? Në qiell. Me këta, edhe ka dobi të shumta, po me këta dhe do të përfundojmë inshallah taala, andaj nëse kështu kemi nxjerr dobi, kemi marrë mësime për Isras dhe Miraxhit, kemi arrit qëllimin. Edhe kemi kuptuar çka në esencë ngërthen, çka ka brenda Isra dhe Miraxhit. Nëse këto nuk e kemi arrit, atëherë veç si ngjarje historike, kështu shkoi bani kështu, pa nuk ajo Isra dhe Miraxhit film aty të u gjojtën, u plagosën, u burgosën, i liruan, u kry filmi. Rolet i lojtën këta, regjin kështu e bani, skenarin e shkujt i filani. Ja, kështu. Këto do të në nëzirë mësime. Në nëzirë mësime edhe me ndajt me ta njerëz që të përkrahin, me ata njerëz që të besojnë, me ata njerëz që janë besnik, e ja me mashtrus, e me gënjeshtar, e me tradhtar, e me përfitues, e me abuzus, e me atrapaza. Pse? Se ata të lanë lëq. Ti do të me zgjedh ata ka të vetit që janë të sinqert, që janë korrekt. Mas pari me Zotin edhe me ty, që ka përzgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr dhe të tjerë. Edhe çka janë testuar ata. Janë testuar, a janë çka siddiqin të vërtet, a janë mukhlisin, a janë të sinqert. Qysh u testua Ebu Bekri? Kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u kthy pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Miraxhit dhe prej Isras, mëngjes, se ke kyllëtim, që flet njëri me orë të tëra, këtë ka ndonë në një pjesë të natës. Në një pjesë të natës, jo të natën. Edhe po i tregon të afërmve. Dhe një kushërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me emrin Ummi Hani, po i thët, o pejgamber, mos të mi kallëzu këtu në Mekë se keshin njerëzit me ty, ata s'po të besojnë kështu, e po të besojnë që e kanë atje. Kur po diskutojnë me të afërm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga jashtë aty, një spion, Ebu Gjehli, po i dëgjon. Ata nuk ka qenë izolimi shtëpi ju, e dëgju krejt. Edhe ajo knaq shkej pejgamberi, po knaq që tash, ky ka me dështu se si beson kërkush. Tha, o Muhammed, ti tha po thu që ke qenë, tha kështu, tha po. Tha, del, tregaj, tha mosës, del para qabës. Se atje çka ndodh këtë diçka interesant, lëshin njerëzit të qabja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dole aty edhe pjo tregon. Ai shkoi atje, pjo tregon mosës, ky shkoi te kush te Ebu Bekri. Edhe disa të tjerë u kënaqën, i tha Muhammed tregoj mosës, tërë mosën, se këto e pritëshin kanë atë dërzimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe dështimin e tina. Edhe Ebu Gjehli tha Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, e din mërë tha çka po tregon shoku, çka po thot shoku jot, edhe të kesh, të u knaqke. Tha shoku jot po thot që brenda natës, në një pjesë të natës, unë e kam udhëtue prej qabës në Mesjidul Aksa. E prej Mesjidul Aksas mbi qiellin e 7. E jam taku me pejgamber, e jam taku me Allahun, e kam pa xhenetin, e kam pa xhehenemin. Ebu Bekri u tha, kështu tha po thot pejgamberi. Tha po tha Muhamedi ai shoku se thë ke pejgamber Abu Xheli. Që tu tha po i thot, kështu tha. Kështu fa pozitë kam rri. Edhe po kesh, edhe aty disa ishin rreth tina, disa si koka të këqive, që ishin keqbërësit, jo besimtarë, i dhujtarë të mëdhej. Edhe Ebu Bekri tha, nëse ai e ka thonë këto, tha, une e vërtetoj edhe besoj me bindit plot. Tha, mrena natës që ka ulltu dhe për mbi qilë që taku me Zotit. Tha, po, koku. Tha, jo, une, po këte e beson, tha dhe Omeri si ato heq. Se që si bura shka pas. Je zikur të është, ti të regon, dikujna, jem kanë për shamull, në Kanada, lebe që fa, ku keti. Sa njëri po shka në vlokir, a njëri ka bolë tim,
Që as se ka pa, as ka me pa kush. Ato them, as ka me bo kërkush, edhe i kanë besu e shok. Të është i të gënë dykën e diçka. Leje bre pas sot. Ku e bona, ta di unë. Pse njëri nuk i ka zgjedh shokët e mirë. Nuk i ka zgjedh sinqert, nuk i ka zgjedh vërtet, nuk i ka zgjedh të besueshëm. Andaj lutë Allahun Teala që të përfitojmë nga këto dobi, nga këto mësime të Isras dhe Mirajit, edhe ta çojmë vend atë që është si porosi e këtij udhëtimi, namazin. Andaj vëllezër dhe motra, namazin. Sepse namazi është gjithçka për neve, kur ato e kemi gjithçka. Kurse kemi namazin, s'kemi kurçë hiç. Allahu na fal. Allahu na udhëzoft zemrat tona, trupin ton, familjen tonë dhe popullin tonë dhe muslimanët kudo që janë. Allahu i ruajt edhe i përmirësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shpërbleft, i dashur Hoxha Fadil, të dashur shikues të nderuar miq të radio televizionit Pendimi, ishim në pjesën e parë mbi dobitë e Isras dhe Mirajit, një mënyrë e bukur e shpjegimit të dobive të Isras dhe Mirajit, ndërsa pas një pauze të shkurtër do të rikthehemi në pjesën e dytë të kontaktit të drejt për drejt me anë të pyetjeve tuaja, të cilat do t'i marrim qoftë me shkrim, qoftë me anë të thirrjeve telefonike në +33 45 471 848. E pas kësaj pauze do të rikthehemi në studio me pjesën e dytë.